Hello, hajde me mu të Nota Brillant me ba shopping për shtëpi. Nota Brillant ka llojshmëri perdesh, tapeta dhe mobilje. Sot në fakt dole specifikisht me zgjill perde të reja. Hapësira është kaq e bukur këtu sa ki lezet me ba shopping. Kishin perde shumë të veçanta me materiale të ndryshme dhe për shtëpi teme kisha qef me marrë një ngjyrë si beige, jo krejt e bardhë. Vendosa me marrë këtë material perde si ishte pështim jete. E bana provë këtu me hap një vrim, e mora pak si shumë seriozisht, por si që shini sa e prik o pastaj me dorë ik. Dhe me dhanë si magji, kjo ishte perfekt që se kini kafsh shtëpi ose fëmijë, nuk rrin me stres që po të prishin perdet. Kishte edhe këtë teknologji të avancume për hapjen dhe mbylljen e perdeve, dhe pastaj vjen një nga specialistët e shtëpia me marrë matjet, me instalu mekanizmat dhe perdet. Masi që i zgjidha perdet, i pash të tapeta shumë të bukura. Nuk më ka rasis me pa kaq shumë opsione unike në Kosovë ndonjëherë. Më pëlqej shumë i ka material si gërshet, vite edhe ngjyrë gri. Por për shtëpi tem me ma përshtatshme ishte kja me të bardhë dhe me beige lina. Kështu që i vendosa me marrë këtë. Atëherë kalume të mobiljet. Kishin këta mobilje shumë bukura me zbritje për Bajram. Pëlqej që çdo kant të dyqanit kishte një vibe ndryshe që më dhan ideja për shtëpi. Dhe ishte mundësia me ba porosi të personalizuar për të gjithë mobiljet. Më meti fiksimi kjo tavolin, të kthehemi do ta blej. Bye!